klas kena fut specin e djegës në stufë për mos me bë mësim. Edhe mësusja na ka mbyll derën, na ka lënë mrena edhe hangërën vetë na specin e djegës. Që kur janë fut të drejtat e fëmijëve, siç e ka e gjithë bota, mendoj që nxënësit pak kanë abuzuar. Le të themi që kemi edhe mësues me mendësi shumë të vjetër, me mendësi diktatoriale, me mendësi që i bëjnë nxënësit mundike, se duhet flasim për të dy anët, jo vetëm për njërin anë. Ka mësues që nuk janë të updetuar, që duhet me pas një qasje ndryshe, sepse brezat ndryshojnë, nuk mundesh si brezi i viteve 1990, po themi për ata që vetëm e kanë startu punën 1990 edhe vazhdojnë të jenë aktualisht, po themi, edhe sot mësimdhënës. Dhe ideja është që çdo brez ndryshon. Çdo profesor, mësues që e ka këtë zanat fisnik, duhet të updatohet me çdo dekadë. Në çdo dekadë ai duhet të updatohet me sjelljen, me ndryshimet, sepse ka ndryshuar shumë nxënësit. Do të thënë, moj mend veten si nxënëse që për shembull kur kena bën ndonjë gjë në klas, kena fut specin e djegës në stufë për mos me bë mësim. Edhe mësusja na ka mbyll derën, na ka lënë mrena edhe hangërën vetë na specin e djegës. Dhe mendoj që kanë e gabume, sot e shoh si të gabume. Ku e kemi na drejtën për me ndërprej mësimin? Jo, shumë e gabume, ik për mësimin mos. Okej, jo, unë se shoh gabume sepse prit ta çoj deri në fund ylli edhe që mos dal prej mendimit se tani nuk di mu lidh. Mendoj që bashkarisht edhe pak e kanë fajin prindrit.